Hiqni dorë urgjent. Këto janë 3 ushqimet që rrisin kolesterolin e lartë. Krem djathi, rreth 30 gram krem përmban 100 kalori dhe pothuajse 90% e kalorive në kremin e djathit vijnë nga yndyra dhe pjesa më e madhe e yndyrës në këtë ushqim është e ngopur. Kjo yndyrë e pashëndetshme është e dëmshme për zemrën sepse rrit lipoproteinën me densitet të ulët ose thënë ndryshe kolesterolin e keq. Gjalp. Problemi është se vetëm një lugë gjelle gjalp përmban 31 mg kolesterol dhe yndyrat të ngopura të cilat jo vetëm që rritin nivelin e kolesterolit të keq, por ulin edhe sasinë e kolesterolit të mirë. Akullore. Një porcion prej vetëm 85 gram akullore mundet që të përmbajë deri në 45 mg kolesterol, prandaj duhet të tregoni të kujdesshëm dhe t'i konsumoni këto ushqime në sasi të moderuar.